Përshëndetje dhe mirë se vini të dashur ndjekës në podcastin e radhës Rishtazi. Sot kam nderin që në studio të kem një personalitet mediatik, gazetar, por dhe konsulent rajonal dhe prezent thuajse në të gjitha mediat rajonale, por sot është këtu tek studio e Rishtazi, ai është mentor Nazarko. Nuk të them zoti mentor, sepse ne njihemi dhe jemi miq dhe kemi punuar ose jemi ndeshur në gjithë këto vite bashkë dhe është ky momenti i afërsisë. Faleminderit që je këtu një herë. Për pak e kënaqësi që jam Rishtazi në Rishtazi, edhe kënaqësi për pak nuk kisha dot pedagogu yt në gazetari. Kur fillova unë ti kishe ikur, po kishe lënë kujtime të mira atje. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Po Tiranën, po mos ishte Tirana ne nuk do ishim këto që ishim, sidomos në ato vite. Po edhe kjo bisedë do shta do lidhet pak me çështje që duam të diskutojmë. Por arsyeja kryesore dhe shtysa kryesore pse të kam në studio është se duke qenë konsulent rajonal ke bashkëvepruar me shumë subjekte politike dhe personalitete politike, por ka një moment që unë e vërej, kjo lidhet pak me Maqedoninë, por ta hapim kuadrin është edhe mëtej, për rolin e subjekteve politike nëse ata do duhet ta rishikojnë veten ose jo. Në çfarë aspekti? Këtu në Maqedoni dy subjekte të mëdha, Lidhja Socialdemokrate dhe BDI-ja do të kenë kongrese të cilët janë kongreset jo të zakonshme, po që do duhet të ndërtojnë një platformë të re. Megjithatë kur i sheh subjektet politike të paktën në Ballkan, PD-ja është në krizë, Partia Demokratike gjithashtu, me gjithë lëvizjet që i bën, akuzat e tmerrshme tek Partia Socialiste, ka zgjedhje në Kosovë, lëkundje të mëdha ndodhen në Kosovë me ikjen e disa liderëve, disa të rinj morën partitë në dorë, dhe mentor Nazarko po e filloi menjëherë me këtë pyetje. A mendon që politika ka ndryshuar dhe politikanët nuk kanë ndryshuar? Po, e mendoj. Fakti madhe dhe përgjigjen e pyetjes tënde të gjatë, kështu që e mendoj. Për shembull, me që këtu hapësira e ndjekësve tuaj janë shqiptarë më së shumti, duhet të them diçka. Partia Demokratike e Shqipërisë është një parti antikomuniste themeluar me rënien e murit të Berlinit. Nuk e dia e dini, po shumica e partive antikomuniste themeluar në vitin 1990 nuk ekzistojnë më. Pra fakti që mund të zhduket PD-ja nuk është një dramë e madhe apo aq më shumë tragjedi. S'është dramë, pa le të quhet tragjedi. Sepse ligji i pa shkruar pluralizmit do nxiste krijimin e një partie tjetër. Pra nuk do zhdukej opozitarizmi në Shqipëri nëse të zhdukej PD-ja. Për shumë aspekte, opozita që bën ta zëm Agron She është më cilësore se ajo që bën PD-ja. E ka për peng berishocentrike, kështu që nuk është në një dramë e madhe. Në këtë kuptim që skena politike të rikonfigurohet në një shtet nuk është në një dramë e madhe. Ne s'kem pse të jemi nostalgjik me emra të caktuar dhe me politikanë të caktuar. Kjo për këtë logjikë që thoni, a ndoshta ata që e kundërshtojnë këtë lidhen me shkollat politike, se për shembull merret model Shtetet e Bashkuara, ku janë dy parti historike. Mezit po del një e tretë, ka pas tentativa, po nuk po dalin dot. Nga ana tjetër, atë që thoni në Europë, ka pas lëvizje të tilla, qoftë edhe kauzale, qoftë edhe momentale, siç është në Greqi Siriza, që mori një bum dhe pastaj u tërhoq. A krijohet ky dualitet për shkak të këtyre modeleve? Për koincidencë, unë kam qenë student i dhjetorit, por nuk kam burur asnjëherë që kam qenë të zëm të protestat e dhjetorit, kam qenë grevë në Orizë e tjerë, po kur themelua Partia Demokratike, Sabri Godoj Ndier, duke dashur të kopjoj modelin amerikan, themeloi Partinë Republikane. Tha këtu në Shqipëri, tha me që ne i duam shumë amerikanët, do ketë një Parti Demokratike Republikane, do zhduket Partia Socialiste. Edhe unë jam regjistruar në atë regjistrin e parë të Partisë Republikane si antar i saj. Natyrisht pati asnjë pasojë në jetën time, por nuk ai model amerikan besoj është zgjidhja më e mirë për një realitet që është ai popullit amerikan, po duhet ta quajmë dhe kombi amerikan, i cili është shumë etnik. Dhe atëherë afërmend që duhet të ekzistojnë dy parti të cilat i ragrupojnë popull që vinë nga gjithë globi dhe krijojnë kombin amerikan. Ata kanë të nevojshme që të kenë forcat të cilat jenë
centripetale që t'i përqendrojnë në dy logo, jo më shumë se sa dy logo. Kurse tek ne nuk është ky shqetësim, domethënë, kështu që unë mendoj që është e kundërta. Domethënë, kemi modelin italian, me që nuk përmendet modelin italian, i cili ne për shkak të moshës kemi tejkaluar eksperienca ndryshme. Për shembull, në fillim vitit 90 kishte 3 parti kryesore. Domethënë, ishin Demokristianët, ishin komunistët dhe ishte një parti socialiste që ishte liberale. Ishin dhe politikanë të vjetër moshë, 70, 80. Ishte Andreotti që kishte qenë në gjithë qeveritë që nga 1943 këtej. Dhe u krijua një parti, që partia në fakt një lëvizja 5 yjeve, e cila kishte vetëm 2 personazhe si themelues. Njëri ishte një mjeshtër i humorit dhe satirës politike, Beppe Grillo, dhe një tjetër që ishte një mastermind i inxhinieringut të rrjeteve sociale, Casaleggio, i cili e nxiti këtë Beppe Grillo, e tha shkoti e figurë shumë popullore. Ai bënte si personazh të Portokallisë së Shqipërisë, ose si Florian Binaj i Shqipërisë, dhe bënte edhe one man show në sheshet kryesore të Romës, i tha, pse s'bën një blog ti, tha. Edhe do ta bëj blogun tënd, tha, një ndër bloget kryesore të Evropës. U bë njëri ndër 15 blogjet kryesore të Evropës, i 15 im duhet. E tha, pse s'bën një lëvizje ti, tha, dhe nëpërmjet inxhinieringut në rrjetet sociale, e bëri të fuqishëm, krijuan një lëvizje e cila ishte demokraci në rrjet, e kështu lindi 5 yjet para një 15 vjetësh, e cila brenda 15 vjetësh u bë partia numër 1 në Itali. Gjithçka ishte në rrjet. Votimet për antarësinë, zgjedhje kandidatëve për deputet. Pa një demokratizim i madh. Pa jemi duke jetuar në një kohë të rrjeteve sociale, kupton, dhe ajo parti arriti që të bëj partia numër 1. Natyrisht ishte një parti eklektike. Ishte për shumë aspekte ishte e majt. Kishte propozime kundër këtyre centraleve me qymyr, kundër centraleve atomike, kishte propozime që ishin të majtës ekstreme, por ama e kam fjalën si teknologji, si metodë. Dhe solla pra një shembull ku ngelja besnik pas një logoje, pas një personazhi politik, ta zëm siç kemi ne, zoti Berisha. Para një 2 javësh isha me Christopher Hillin, që ka qenë ambasador nga njerëzit që i ka dhënë formë Ballkanit apo jo. Pikërisht, po. Edhe më tha, po diskutonin për Berishën, dhe në fakt për Berishën e kam takuar, nuk e di, kemi qenë dhe bashkë edhe një herë tjetër në Ohër dhe folim për Berishën, ishte një mjek zemre, tha. Me siguri, tha, si individ, tha, i ka shëruar, tha, këto smundjet e zemrës të këtyre, tha, këto ataket, tha, kardiak, tha, të individëve, tha, ka shëruar, tha, po populli shqiptar, tha, i ka dhënë ataket në dha, tha, kështu që. Hajde të përqendrohemi. Hilli që 91-shin kishte qenë zëvendës ambasador, vjen tani pasi ka dalë në pension dhe gjen prapë Berishën kryet PD-s. Ta kontekstualizojmë me realitetin tonë. A vuajmë për mitin, me emra konkrete, si e kisha fjalën edhe për Maqedoninë. A vuajmë për mitin e liderit, për shembull, këtu në Maqedoni kemi pas parti, siç është Lidhja Socialdemokrate, që kanë pas një sër liderësh, kanë ndryshuar. Ndoshta Partia Socialiste në Shqipëri të njëjtën gjë. Po nga ana tjetër kemi dhe parti, siç është BDI-ja që ka kongresin pas 2 ditësh, ka të njëjtin lider. Vuajmë për mitin e liderit, apo pyetja e madhe, ka ardhur momenti i reformës të madhe, ku ndoshta liderët për shkak të popularitetit mund të qëndrojnë, megjithatë vizioni i partive duhet të ndryshojë. Ka ardhur kohë për ndryshim të madh. Po përsëris, meqense këtu po e them për herë të parë, po ja lejoj vetes ta përsëris. Një thënie të Einsteinit që me të njëjtat njerëz dhe me të njëjtat metoda do të prodhosh të njëjtat rezultate. Të prodhosh rezultate të ndryshme dhe më të mira akoma, do të ndryshosh dhe njerëzit dhe metoda. Ali Ahmeti është një figurë e madhe e cila i ka dhënë formën zhvillimit proceseve që janë jetësuar në këtë vend dhe me gjas e ka emancipuar
fuqishëm statusin e shqiptarëve në Maqedoni. Natyrisht, individualisht, unë duke qenë mik i Arbër Xhaferit, kam qenë se në një bilanc tërësor mendoj që rruga graduale e emancipimit ndoshta do të ishte më e qëndrueshme, sepse do të krijonte më pak trauma dhe më pak vijë ndarëse midis dy etnive kryesore. Çfarë do thotë kjo? Unë shtroj pyetjen dhe këtu ndoshta mund të përgjigjesh ti, po të marrë atë skeptrin e pyetësit e intervistuesit. Sot dy etnitë kryesore janë më larg apo më afër se në 2001? Në qoftë se unë përgjigjem do të kisha thënë që janë më afër, por nuk janë aty ku duhet të jenë. Por nuk janë aty ku duhet të jenë, apo jo? Domethënë lufta nuk u bë që dy etnitë ndaheshin. Po janë më afër, sepse prezenca shqiptare është pas 2001-shit në shoqërinë tonë është shumë dominante. Edhe janë shtuar. E kuptoj. Janë shtuar bizneset e përbashkëta? Te bizneset është komplikuar për arsye të ndryshme, por ka dhe biznese të fuqishme shqiptare që nuk do ekzistonin nëse nuk ishte. A ka shoqata multietnike? Ka parti multietnike? Nuk ka. Shkoni, por një nga kritikët më të mëdhenj të asaj që ka bërë, po pa e kuptuar se është kritikë e asaj që ka bërë, është vetë Zoti Ali Ahmeti dhe vetë BDI-ja. Për shembull, nëse ata thonë që në këto 6 muaj, se në këto një vit sa ka që është vëmëroja në pushtet, janë zhbërë shumë prej arritjeve të tyre në emancipimin e shqiptarëve, në pikpamjet gjuhës, pikpamjet përfaqësimit, pikpamjet flamurit, atëherë unë që kam një përfytyrim institucional, për shkak se në atë fakultetin e gazetarisë që nuk të kapa dot, isha pedagog i drejtës publike, pra i drejtës kushtetuese. Nëse ti në 25 vjet, 24 vjet, ke themeluar institucione, i ke konsoliduar ato, institucionet janë si kalat. Kalat nuk zhbëhen dot për 6 muaj, pra institucion nuk zhbëhen dot. Vetëm që janë në rërë. Ato në rërë, po, ato prishen. Tashti, këtu hymë në ato diskutimet, a ishin qëndrueshme, a ishin konsensuale, a ishin arritme shumit, to ligjet cilët flasim, që ishin në zbatim marrëveshësorit. Por kjo është një pikpyetje e madhe në këtë kuptim. Ligjet, ndryshimet graduale në cilën dy etnitë kryesore binden që bashkëjetesa është e domosdoshme, nuk mund të jetojnë dot pa njëri tjetrin, ndoshta ishin do ishin më si thosh më në afat mund të ishin më të ngadalshme, por në afat të gjatë mund të ishin më të sigurta. Po nëse për shkak të diapazonit tuaj, për shkak të angazhimit tuaj që keni pas me shumë lider të rajonit, në pikën që është sot, pa vënë faj në kuptimin, pa vënë fokusin të faj, dhe me që ka një pikë kthese tek BDI-ja, çfarë do të kishit sugjeruar? Çfarë do duhet të bëj BDI-ja në periudhën e vijim? Shikoj, BDI-ja, se kuptojnë diçka dhe kjo vlen edhe për Ramën, pra për udhëheqësit tjetër gjatë. Për udhëheqësit tjetër gjatë. Edhe partitë e tjera të rajonit. Dhe që kush qëndron gjatë në pushtet, ashtu siç është meritori më i madh për arritjet, ashtu është dhe demeritori më i madh për ato që janë dështimet. Në mendimin tim, Zoti Ali Ahmeti ka gabuar posaçërisht në këto 3 vjetët e fundit. Deri në para 3 vjetësh ai ishte një figurë e cila ishte përpjekur të ruante një lloj qasje atërore, gati një lloj qasje presidenciale për proceset. Nuk përfshihen sulme ad hominem. Dhe nuk u nxit në bërje fushatash të cilat kishin qasje patronizuese. Në gjykimin tim, fushata e zhvilluar në 2 vjetët e fundit, në fushata e fundit, për president shqiptar, për kryeminist shqiptar, për madje u simulua edhe një seancë ku të gjithë institucionet do kishin kryesues shqiptar, ishte gabimi më i madh. Erdhi nga një sigurisht këshilltar PR nga Kosova, por kjo është një gjë tjetër, se ngjante një injeksion adrenaline i fuqishëm, domethënë që me gjas mund ta ketë rritur BDI-n në terma elektoral, por që nxiti rritjen e VMRO-s
në ato numra që jemi sot. Sepse nxiti frikën e elektoratit të mesëm, e qytetarit të zakonshëm, nga dominimi shqiptar. Në momentin kur shqiptarët me qeverinë e LSDM-s për shkak të numrave që kontrollonin, për shkak të numrit të ministrave që kishin, madje shto dhe zoti Mbytyçi që ishte zëvendës kryeministri, kishin më shumë ministra se sa maqedonasit, nxiti këtë frikën nga shqiptari. Dhe në fat mesëm pra, kjo qasje triumfalistike, ju e dimë mirë se unë ka pasur deklarime që se ne po kontrollojmë dhe biznesi, kjo nxiti në fakt, jo vetëm rritjen e VMRO-s, po shkuarjen e VMRO-s të flinte me serbët. Kjo është më e rëndë akoma. Në kohën që LSDM-ja, e cila historikisht ka qenë më afërt me serbët, po pastaj u bë më properdimore, këto janë përkëmbimi e roleve që kanë ndodhur këtu, për ta ilustruar këtë ndryshim, këtë shift madh, do të kam parë një seancë të parlamentit tuaj ku një deputet, më duket që ishte edhe nga edhe ai nga Kërçova, më duket Miloshovski ishte. Antonio. Në një seancë i tha, a është ai nga Kërçova? Po. I tha, ju unë tha, na keni bërë, tha të ndihemi, tha si qiraxhi në shtëpinë tonë. Dhe reagoi Aliameti aty për të thënë, jo, se ne jemi për barazi, po ju na keni trajtuar sikur ne ishim yzmeqar në shtëpinë tonë. Ky shkëmbim në Parlamentin e Maqedonisë ilustronte saktësisht këto mitet me të cilat këta inxhinierët elektoral kanë punuar për të rritur elektorat. Dhe ja ku jemi. Pra, çfarë do të kishit këshilluar sot? Të bëhet një parti më ideologjike, se ne e flasim ideologji shpesh, në kuptimin e majtës së djathtas, çfarë politika do të ofrojmë. Çfarë do të kishte këshilluar sot? Shiko, a janë sot partit mbi baza etnike? Partit sot në skenë politike maqedonase, a janë mbi baza etnike? Janë. Po më kujtohet një letër e një figure të shquar në ato këshillat e mia modeste, diku para një 15 vjetësh kur flisim me zotin Ahmeti, dhe ekziston një foto ime në promovimin e filmit Josip Bagherit, në që na i mori pjesë, ishte realizuar Vjerri im i ndjer, kujtim Gjonaj. Pra, në ato këshillat e mia për të hapur drejt shqiptarëve ortodoks, një figurë si Branko Manojlovski, një tekst të shkruar letër në Zafir, thot: o vëllezërit e mi shqiptar, mos bëni parti monoetnike, apo aq më shumë monofetare, bëni lëvizje qytetare. Ky është ndryshimi potenciali elektoral, politik, ndëretnik që duhet shfrytëzuar. Pse duhet shfrytëzuar? Po, ja shikoni për shembull çfarë ndodhi me LSDM-n e Zajevit. U hap drejt shqiptarëve. Dhe mori 70.000 ose 75.000 vota, ju më korrigjoni nëse gaboj. 60.000, 70.000, dakor, s'ka lidhje, po një kontingjent votash të rëndësishëm. Në qoftë se, dhe kjo është e njohur edhe në teorinë e shkencës politike, në qoftë se ndarja mes partive është pra ndarja ndërpartiake, është monoetnike, atëherë gjithë ky acarimi ndërpartiak shumë fishon acarimin ndëretnik. Në gjykimin tim duhet nxitur të kapërcehet kjo ndarja ndëretnike. Kur them këtë, nuk e bëj nga pozitat kosmopolitike, po e bëj përkundrazi nga pozitat tiranocentrike. Çfarë do thotë kjo? Kombi shqiptar në shkallë rajonale, gjithë kjo endja ime në rajon, nuk është që më kanë nxitur që të më impresionojnë liderët veçantë, që me cilët kam punuar. Kam punuar me Recep Mejdani, i cili u nderua me honoris causa në Universitetin e Tetovës, një nderim i vonuar për një figurë si ai, babait të cilit ka qenë prefekti i fundit i Dibrës Madhe. Por një figurë si ai, i cili ka themeluar literalisht Fakultetin e Shkencat Natyrës në Universitetin e Prishtinës. Universiteti i Prishtinës nuk e ka nderuar këtë njeri. Si ne ka nderuar Universiteti i Portsmouthit, i Bridgeportit, Universiteti Selanikut, Universiteti Teknik Istanbul, nuk e ka
është koncepti mos mirënjohjes, por ky është një gjë tjetër. Dhe kam punu me të, kam punu me Recep Medani, pra kam punu me Behçet Pacolli, një figurë ndërmarrësi i cili e ka lartësuar emrin e shqiptarit në një pjesë të botës si ish sovjetike, ja? Dhe pastaj kam punu me Dritan Abazović. Në këtë endjen time e shoh Ballkanin si një i tërë dhe shoh kombin shqiptar me syt edhe të Macronit, i cili ka thënë në 2019, kur diskutoi për ndarjen e çiftit Shqipëri-Maqedoni për çeljen e negociatave, tha që dikush i thoshte shkot, s'do merremi tani të vonojmë Maqedoninë me hallet e Shqipërisë ku kishte sherr Berisha Rama, e tha të fusim Maqedoninë. Ai tha jo, tha. Nuk dua të hidhëroj kombin shqiptar, i cili jeton 4 shtete dhe është faktor i rëndësishëm këtë 4 shtete. Pra unë kam një qasje të faktori shqiptar si një i tërë, dhe faktori shqiptar si një i tërë duhet të raportohet me popullin Maqedonas si një i tërë. Ja këtu. Pra, mos ndoshta fokusin dhe peshën në fakt, jo fokusin, po peshën e gjithë kësaj shqiptarie të madhe, në logjikën e asaj që thoni ja jepni shqiptarëve këtu të Maqedonisë edhe atyre që drejtojnë institucionet, ndërkohë që realiteti është megjithatë në raport me Maqedonasit nuk është ajo peshë e madhe, ose në raport me Maqedonasit ata nuk janë të gatshëm të pranoj këtë realitet. Nuk janë të gatshëm Maqedonasit. Po jo, unë mendoj që Shqipëria që duhet luajë në mënyrë proaktive. Keni një ambasador, Shqipëria ka një ambasador të shkëlqyer, domethënë si Daniel Mediani, djali i shefit tim, i cili po punon në këtë drejtim, pra që të arrisi rolin e Shqipërisë, të rrisi miqësinë me Maqedonasit, me popullin Maqedonas, dhe këtu më duhet që të jap kredit ty, domethënë sepse pash një figurë jashtëzakonshme si Zlatko Origjanski, i cili fliste për Shqipërinë me një dashuri të cilën nuk e kam gjetë shumë shqiptar. Ne duhet i promovojmë figura të tilla, ne duhet i nderojmë figura të tilla. Unë kam takuar vetë shumë Maqedonas, të cilët kanë vizituar Shqipërinë e Jugut, të cilët kanë ngelur të mrekulluar, ashtu siç nuk kam parë, po duhen nxitur shumë Maqedonas, të vend shikojnë Muzeun e Artit Mesetar në Kosh, shikojnë kishat e Voskopolit për të kuptuar që qytetërimi ortodoks nuk është vetëm i tyre. Ashtu siç po ndodh në Kosovë, në cilën pretendojnë që vetëm qytetërimi musliman i takon shqiptarëve. Ndërkohë kur shqiptarët, ato kishat e bukura që janë në Kosovë, në fakt janë të shqiptarëve. Për shkak të një dekreti perandorak të sultanit, më duket 1700, kur ka qenë një vezir serb, gjuha e kishës u bë serbe, ndërkohë kur këtej ishte gjuha greke, dhe kjo është arsye pse kemi patur një konvertim masiv të shqiptarëve në serb apo në Maqedonas. Pra ne jemi duke humbur autoktonin për shkak të asaj qasje që siç thoshte Manujlovski, më duket i ndjerë, kemi bërë parti monoetnike dhe monofetare. Ne kemi humbur në këto vise autoktonin, duke u ndërlidhur vetëm me vlera muslimanocentrike, edhe duke ju larguar trashëgimisë bektashiane, që ka qenë në themel të rilindjes tonë kombëtare. I kemi humbur trashëgiminë e vëllezërve frashëri, të cilët ishin baballarët e kombit ton, po dhe të bektashizmit botëror. Teqeja e Tetovës, Arabatit, është nga institucionet e kultit më të vjetra në Evropë. Dhe këtu është toleruar, është nxitur nga politika, është shfrytzuar nga politika shqiptare këtu, dominimi i bektashimve të Maqedonisë nga ekstremizmi islamik. Dhe tashti ju prisni që unë të egzaltoj këto mëkate fatale të klasës politike këtu, me atë që është esenca e kombit tonë. Esenca e kombit tonë është bashkëjetesa fetare. Po, ja, se hapa disa çështje, po dua ta mbyll një herë me aspektin politik me që e diskutuam këto kongreset. Kongreset unë pres. Këtu, zakonisht nuk ka manifeste, nuk ka deklarime zyrtare, nuk ka program
që shpesh janë bërë sa përsye faqe, po që ti do t'i referosh dhe do thuash këtë do bëjmë. Nuk ka sfidues. Po, atëre a duhet të ndryshoj kjo dhe të shohim për shembull ku do të fokusi dhe më tepër akoma, duke lidhur në pyetjen e linjën e asaj që ju thoni, çfarë personalitete të tjerë do dalin në sipërfaqe, se ne kemi një klasë politike gjithandej ku nuk mund të krahasohen me politikanët, disa i përmendëm, apo me figurat të cilët realisht kanë pas respekt të madh intelektual ose respekt të madh profesional ku kanë vepruar. Shikoni, unë mendoj që për shkak të diskriminimit të madh etnik mbi shqiptarët e Maqedonisë, që ka qenë në periudhën e Jugosllavisë, po edhe më pas, për një periudhë relativisht të gjatë, këtu për shkak mungesës universitetit, i cili u hap vonë në gjuhën shqipe, këtu ndoshta mungojnë, nuk ka sasi, nuk ka shumicë kuadrosh të aftë për qeverisur. Dhe BDI-a ka qenë në këtë kuptim për shkak të qëndrimit gjatë pushtet një shkollë që ka përgatitur kuadro të fuqishëm qeverisës, pra të aftë për ekzekutiv. Do nëse unë gjithmonë kur diskutoja me Arber Xhaferin Endiri, thoshe shiko, ti duhet të përfshihesh në qeverisje, se nuk është normale kjo që udhëheqësi një partie që është në koalicion qeverisë të mos jeti përfshirë në qeverisje, sepse nuk mund t'ja lësh qeverisje një njeriu pa eksperiencë dhe pa peshë politike. Në këtë kuptim dhe Ali Ahmeti duhet ishte i përfshirë në qeverisje, por kjo është një gjë tjetër. Pra, shumë vështirë të krijosh burime njerëzore për të bërë ministra, për të bërë drejtor agjencish, për të bërë dhe BDI-a e ka këtë eksperiencë, kështu që unë nuk do ta shifja problem që të shfaqet dikush. Mu për shembull ka impresionu grupi dikur, i cili kritikohej si figurë jo populiste, por ama që krijoi një aftësi të madhe në qeverisje, në ekzekutiv. Abstragojmë, nuk merrem me këto historitë e korrupsionit, nuk është detyra ime, por ishte një figurë e cila edhe maqedonasit e vlerësonin. Kanë folur, kanë patur rastin flisja me kryeministin Kovacevski, i cili e lavdronte. Nëse do të kishte edhe ministra Maqedonas si grupi, pra unë e vlerësoj shumë të zënë figurën e Bujar Osmanit, i cili kishte dyshime, për shkakun që në atë ballafaqimin e tij në Çajir ai nuk do dilte aq mirë. Ndërkohë doli që tregon që populli i vlerëson ato figura që kanë krijuar profil rajonal, profil ndërkombëtar si ai. Pra ka BDI-a, nuk është që, domethënë, nëse larg qoftë do ikte zoti Ahmeti. Çështja e mendësisë që ne nuk duhet të vuajmë që të njëjtit njerëz të po jo, e thash të njëjtët njerëz. Ne nuk do vdesim si komb nëse ik një lider, se gjithmonë kanë ikur, apo edhe natyrisht, domethënë. Të njëjtët njerëz, proces natyral duhet. Edhe një herë me të njëjtët njerëz, me të njëjtat metoda, të njëjta rezultate do ketë. Po mbaj mend isha në një emision në Shqipëri me djalin e Besnik Mustafait, që ambasador shkrimtar i shquar, ambasador i Shqipërisë në Francë, i afërt me zotin Berisha. Dhe ai është tani në PD-n e zotit Berisha, dhe po flisim për rivalitetin që para zgjedhjeve të fundit. E thashun shko, se tha, pse sipas teje, tha, si mund të mundet, tha zoti Rama. E të mund i thash, duhet ikë Berisha. Po se kush të vjetë, po ja ti mund të vjetë, thash. Ti mund ta mundesh Ramën. Secili prej të rinjve që ka PD-ja, që ka ardhur dhe ka studiuar në Perëndim, mund ta mundi Ramën. Edhe unë t'jap një provë se si Rama është vendosur në krizë nga të rinj. Protestat e studentëve në 2017, të cilët s'kishin frymëzim politik, vërtet e vendosën në krizë qeverisin e Rama. Me këtë duhet të them që duhet të japim hapësirë të rinjve, posaçërisht atyre të rinjve që vinë nga Perëndimi, Pra ne që jemi popull që kemi emigracion të fuqishëm, që në një kuptim ka qenë një mallkim, tash ndrojmë emigracionin në bekim. Pra, bijtë e emigrantëve të thrasin për të qeverisur. Kështu kanë bërë dhe rivalët tanë. Kështu ka qenë rilindja jonë, në fakt. Rilindja jonë, por shikoni, ka qenë, beso, dhe Maqedonasit vetë, dhe Maqedonasit vetë ka shfrytzuar burimet njerëzore të krijuar në emigracion. Ma i mend një intervistë të Gruevskit të 2017, kur ka ikur Gruevski, në Nuk e dhe unë tani nuk një intervistë dhe në Berat Buzhalës dhe
pak para se të ikte në ato kur vuante për ta krijuar koalicione. Periudha para se të ikte. Dhe ai tregonte eksaktësisht këtë, se si ai thithi të rinjt e diasporës duke i bërë ministra pa i përfshirë në VMRO, dhe pastaj tha pa i vendosur sikush që hajde si ministra po do të hyni në VMRO. Ata tha mu lutën tha për të hyrë në VMRO. Te Gruevski në atë mbamendjen time është dikushi që ka qeverisur relativisht mirë në pikpamje ekonomike, në pikpamje thithjes investimet huaja. E di që do të flasë për marrëdhënie shqiptarët, por këtu jo vetëm edhe me aferat korruptive të mëdha, se edhe pastaj jo rastësisht iku ai. Ato për korrupsion, jo, ai rastësisht iku, ai mori vota, por ishin perëndimorët, ai fluturoi, ai ishte një megaloman i pashëndetshëm, sepse aty u mbush mendja që mund të sfidonte Amerikën, gjoja me ato konspiracionet e tia anti-Soros, dhe kujtonte sikur Soros ishte fokusuar si të argëzonte Gruevskin. Mbaj mend, pila ai besonte që kishte konspiracion të fuqive të mëdha për të argëzuar, po ai në numra ishte partia numër 1 apo jo. Atë luftën ndaj korrupsionit bëheni juve, se bëjt dot që nga Tirana, po ai ishte thithi investimet huaja apo jo. Solli Aston Martin këtu, dhe Maqedonia që është një vend pa dalje në det, kishte një farë lulëzim ekonomik. Unë kam një qasje që duhet ta theksoj këtë, që pastaj mos më akuzojnë si kështu. Shkoni, ne duhet të heqim dorë nga qasja viktimistike. Pala tjetër, Maqedona si Serbi, do të na mundin rregullisht. Nëse ne nuk funksionojmë si një kombitar, ku Tirana ka rol proaktiv, ku është ndërlidhur me faktorin shqiptar kudo në rajon, ku dhe Kosova madje duhet të jetë, keq më vjen ta them, por nën egidën e Tiranës. Pse të Tiranës? E para kështu ka qenë që në kohën e rilindjes. Dhe është krijuar një farë elite, po jo një farë, po një elitë goxha e mirë, e cila në fillim të krijimit të pavarësisë son, ishte një elitë perandorake, pra që vinte nga Stambolli. Pastaj kemi pat një elitë tjetër të krijuar në Vjenë. Në Vjenë. Pastaj kemi patur elitë të krijuar në Rom, pastaj kemi pat një elitë tjetër të krijuar në Paris. Dhe ajo elitë, apo jo, ka themeluar pastaj shtypin e lirë të viteve 30, ka themeluar qeverisë, madje edhe Partitë Komuniste, domethënë ajo e krijoi. Dhe Shqipëria është një shtet i etabluar ndërkombëtarisht në një shkallë të lartë. Sot, pra ky është qasja ime tiranocentrike, po e thjeshtëzoj, po në fakt nuk është tiranocentrike, se mendoj që Kosova, unë mendoj pra faktorin shqiptar ku të gjithë kanë një rol të rëndësishëm për të luajtur. Natyrisht Tirana, për shkak se sot jemi në kulmin e subjektivitetit ndërkombëtar të Shqipërisë. Nuk ka qenë kur Shqipëria më e fuqishme ndërkombëtarisht se sot. Dhe po e thot dikush si unë që ka një mbamendje, ka një vetdije. Në 1991-shin ne ishim një shtet që konsideroheshin si të fundit e Evropës, domethënë edhe nga Maqedona, si edhe nga Shqipëria ka udhëhequr Këshillin e Sigurimit. 2 vjet ka qenë OSBE-n e kemi edhe ide ju, po duke çelur negociatat me BE-n, duke parakaluar Serbinë. Shkoni, dje Serbia refuzoi të shkonte në samit për shkak se nuk e pranon që Shqipëria dhe Mali Zi të jenë para saj. Një Shqipëri që ka organizuar një 5 samite të rëndësishme dhe në 2007 në NATO-s. E pa imagjinueshme. Dhe sot jemi duke jetuar edhe për shkak të futbollit, unë insistoj, dhe futbolli është rëndësishëm, një fuqizim të ndjenjës kombëtare të shqiptarëve. Dhe kur flas për Kosovën me një rol dytësor, flas për shkak se Kosova ka prioritete të tjera, të afirmimit shtetësisë saj dhe jo të luajtjes në një rolin ndërkombëtar apo rajonal. Kosova nuk duhet hyjë në rivalitet me Tiranën për të kontrolluar faktorin shqiptar, se kjo është një nonsens. Armiku ynë, ose rivali ynë historik, nëse nuk është politikisht korrekte fjala armiku ynë, Serbia, pse është e fuqishme rajonalisht? Jo thjesht për numrat, jo thjesht për ekonominë e saj, por për faktin që faktori serb në rajon, në Maqedoni, në Kosovë, në Bosnjë, në Martëzit, i bindet Beogradit. Natyrisht në këtë mungesë të fuqizimit faktorit shqiptar me Tiranën qendër,
E ka fajin Shqipëria. Tani këtu në Maqedoni, mentor Nazarkoja u krijua një situatë ku një parti u lidh me Ramën dhe Vleni u lidh me Kurtin. Sigurisht ka shumë që mendojnë si unë që kjo nuk është në rregull. Jo në kuptimin e lidhjeve dhe bashkëpunimeve partijake që do ishte shumë okej, sepse ne të gjithë duhet të mësojmë nga njëri tjetri dhe ja ku jemi, unë jam nga Maqedonia, kam qenë në Shqipëri, jemi bashkë, domethënë kjo ti të njëjtën gjë vepron gjithandej. Por këtu u bë ky lloj bashkëpunimi me një lloj zemrimi, domethënë nëse ti je me atë, nuk duhet të jesh me mua dhe u krijua një përplasje gati, domethënë kush është me njërin është me Shqipërinë dhe kush është tjetri është me Kosovën. Si e shikoni këtë moment ku institucionet në fund të fundit duhet të kujdesen për të gjithë pavarësisht se kush është këthe në pushtet dhe kush është andej në pushtet apo jo? Ky është burimi i dobësisë së faktorit shqiptar këtu. Domethënë kjo lloj kundërvënie që në gjykimin tim është gabuar dhe nga Rama dhe nga Kurti. Dhe bile po shifja një intervistë të Kurtit para te Kushtrim Sadiku në Politiko, në cilin thaj ti vje përfshirë tani veprimtarin ndarëse të faktorit shqiptar në Maqedoni. Jo, tha, unë i kam bashkuar, unë i bashkova Vlenin, duke ignoruar totalisht BDI-n. Unë nuk e paragjykoj zotin Kurti për marrëdhëniet e mira që ka me Mickovskin, megjithëse është pak nonsens pra afëria e një po themi udhëhesi nacionalist si Kurti, në fakt nacionalist, kosovarocentrik, me një udhëheqës si Mickovski që është i afërt. Po edhe ideologjikisht apo një i majt me një të djathtë. Po jo, dhe një të afërt me serbët, edhe me hungarezët, siç është Mickovski, por e paragjykoj për atë që ai ka qenë tërësisht përjashtues ndaj BDI-s. Në gjykimin tim këtu asnjëri s'është i tepërt, asnjë parti s'është e tepërt. Unë e përjetoj me një nervozizëm këtë ndarjen tradhtar, akuzat që i bëjnë njëri tjetrit si tradhtar dy krahate politikës. Domethënë Vleni ndaj vis-a-vis BDI-s dhe anasjet askush s'është i tepërt, nuk ka shumë burime njerëzore si shtash për të bërë ministra, sepse edhe numra, domethënë shqiptarët janë ata që janë, kështu që mendoj që Tirana ka ardhur koha të luajë rol përbashkues. Po nëse nuk e pranojnë? Po e thjeshtoj këtë. Jo, për shembull nuk e pranojnë rolin e Tiranës, se ja është kriju ky moment. Ne nuk bashkëpunojmë me Rama, Rama është i BDI-s. Duhet shpikur një mekanizëm tjetër. Po shiko, Rama për shkak fuqisë vet madhe është duke ndikuar edhe te shtetet tjerë jo shqiptar, jo më te faktori shqiptar. Ai e ka potencialin. Shqipëria ka potencialin për të luajtur ndryshe, për ta hapur fizharmonikën. Po për t'ja u thjeshtuar, shikoni, Shqipëria duhet të imitoj shtetet e mëdha, të cilët në imponimin e politikave të tyre përdorin dhe shkopin dhe karrotën. Shqipëria duhet të shpik dhe mekanizmin non gratës. Jo non gratës klasike që përdorin amerikanët, se nuk jemi, po të ndëshkimeve për ata që nuk i binden një lloj linje nacionale, të interesit nacional. Ky interes nacional e theksoj që të mos ndahet, mos soptohet mendimi im dhe të mos ngjaj kështu si kosmopolit. Shkoj, ky interes nacional nënkupton domosdoshmërisht që ne të kemi disa direktiva të veprimit ton nacional, të më thonë kombëtar në rajon, që do thotë marrëdhënie miqësore me të gjithë fqinjët tanë, me maqedonasit, me malazezët, marrëdhënie normale me serbët, natyrisht marrëdhënie vllazërore me Kosovën, pra do më thënë traktate miqësie me të gjithë, traktate miqësie, në të cilin aplikohen parimet e reciprocitetit. Mbështetje e faktorit Bektashi. Këtu jam duke enumeruar disa linja. Kjo a nuk mendon që do ishte e vështirë, pse e them se këtu në Maqedoninë e Veriut edhe ju pak para se të fillojmë e përmendët që kishte subjekte që më shumë dominancë i jepnin elementit fetar se sa elementit politik. Islamik. Po, dhe në këtë kontekst kjo do ishte e vështirë, apo? Edhe një herë, unë po me lejtë të numëroj dhe pastaj do të marr një radhë. Do të thonë mbështetje, pra ju thash, traktate miqësie të bashkëpunimit ekonomik me të gjithë. Hapje, heqje të gjithë këtyre barrierave etnike.
mbështetje faktori Bektashi, Greqia e ka përdorur rregullisht kishën ortodokse si instrument të diplomacisë saj, të fuqisë së butë të saj në rajon. Ndaj Shqipërisë, për shembull. A dini me ma shpjeguar se pse ne nuk duhet luajmë me faktorin Bektashi? Që është natyrisht, ka probleme, ka kufizime, por ringjallja në këtë vend, këtu ku jeni ju, qoftë dhe si objekte historike, i teqeve të vjetra, në zonën e Manastirit, në zonën e Dibrës, në zonën e Tetovës, në zonën e Shkupit, apo në vendet, apo duke shku në Kosovë, Rahovec, në Gjakov, në Junik, në Deçan. Çfarë do më thënë? Do më thënë të afirmojmë autoktonin tonë në këto territ. Vijoj më pas me normalizimin. Shqipëria duhet mbështes lëvizje qytetare. Ju thash që unë kam punuar me Dritan Abazovićin, i cili nga ky faktor shqiptar, i cili është i barrikaduar në të njëjtët lider, në të njëjtët mentalitete, e ka sulmuar atë si pro-serb. Po e dini cilat ishin rezultatet e qeverisjes së tij. Në 2023, në vjeshtën e 2023, kur ai iku, populariteti NATO-s dhe IB-s, kur iku nga kryeministër, ishte rritur. Përqindja e malazezëve, të cilët do të votonin pro shkëputjes nga Serbia në vjeshtën e 2023, ishte më e madhe se sa ajo kur u bë referendumi për shkëputjen e Malit Zi nga Serbia. Dhe gjatë qëndrimit të tij në pushtet, u legalizua flamuri, përdorimi i gjuhës shqipe, nga një ministër të lodhur të pakicave që shqiptarët e kishin qeverinë e Malit Zi, quhet normale që shqiptarët kenë 3 ministra, ndonse de jure, shqiptarët janë vetëm 5%, pra 30.000 popullsi për 600.000 vetësh. Kishin kryeministrin, kishin realisht shefin de facto të shërbimit sekret, kishin vetëm pra duhet parë një vizion më të madh. Shqipëria duhet mbështesë lëvizje qytetare. Me lëvizje qytetare, faktori shqiptar që është afërsisht në numra është afër 5 milion ose ndoshta është më shumë, mund të ndikohet tek ato popullsi kripto shqiptare ta afirmojnë lirisht identitetin e vet. Unë kam bërë një intervistë në radio televizionin shqiptar me Ljubomir Frçkovski, në cilin ai indirekt pranoi se banorët e Rekës së Epërme janë me origjinë shqiptare. Tha kur vdiq Skënderbeu, tha në shenjë zije ata banorë tha mbajnë bruca të zinj apo kapele të zeza si quhet. Dhe i tha shumë, dhe ti je shqiptar? Jo, tha, por ama tha të afrit e mi tha kanë zografisur kishat e Korçës. Me këtë du të them që ne duhet të sillemi si politikë shqiptare, apo politika shqiptare në tërësi në rajon, duhet të sillet në mënyrë miqësore ndaj tyre. Ne nuk presim që ata të konvertohen, po që ata të jenë miq të Shqipërisë, dhe jo të jenë kundërta, siç ka ndodhur që shumë individ me origjinë shqiptare, që ndoshta kanë folur shqip në shtëpitë e tyre, kanë qenë autorët e politikave me ekstremiste ndaj shqiptarëve. Dhe më kujtohet kur bëra intervistën me Frçkovskin, drejtuesja e një organizate, më tha, po shiko, tha, si intervistuat ju atë, tha, se ai është njeriu, tha, që ka penguar Universitetin e Tetovës. I thash, unë i ditë gjitha këto dhe ka shumë shkrimet mia kundër tij në vitet 97 për rolin e tij si ministri i brendshëm, por mua më duhet çfarë thot ai, jo çfarë është ai, çfarë ka qenë ai më saktë. Sepse çfarë e marrim Frçkovskin. Frçkovski ka kuptuar që në një skenë politike si kjo e juaja, ku ardhja një force si vëmëroja që është nacionaliste, dhe dobësimi të faktorit shqiptar nga përçarja, është krijuar një hendek i madh politik, dhe ai ka hyrë në mes të këtij hendeku politik. Pra duke ofruar teza, të cilat ngjajnë kështu si multietnike, sepse ai kupton që këtu ka hapësirë bosh për afirmimin e ideve të vet. Ai është një personalitet i madh në historinë e Maqedonisë moderne, si autori i Kushtetutës, ministri i brendshëm, ministri i jashtëm, shefi i shërbimit, ambasadori i Maqedonisë në Amerikë, profesor. Pra, ne duhet të nxisim në gjykimin tim, këto janë disa prej direktiva ku ne duhet të punojmë për
për të arritur peshën e faktorit shqiptar dhe për ta përmbyllur, ne duhet nxisim investimet shqiptare këtu. Por duhet të nxisim duke u mbështetur mbi parimin e reciprocitetit. Fatos Nano i ndjer futi për shkak të raportit me Çervenkovskin, ishte kryeminist asaj kohe, të dy kompanive maqedonase, Graniti dhe Mavrova, rrugët më të mira që janë ndërtuar në Shqipëri në ato vite, janë për këtyre dy kompanive. Pa ne duhet të themi, po, ju duhet të hyni, ju mund të hyni, po duhet të hynë dhe kompanitë shqiptare këtu. Sepse shqiptarët sot kanë fuqit madhe financiare. Me para pastra, po edhe të pa pastra. Shqiptarët si komp duhet të shpërthejnë, duhet të ekspandojnë. Dhe nuk mund të ekspandojnë duke bërë politika etnocentrike. Përkundër, politikën e gjerësisë. Po ja, në minutat e fundit, si e shikon këtë qeverisi aktuale me Vlenin dhe VMRO-n, a mund të pranoj kjo strukturë politike një mendësi të tillë? Po nëse unë fola një pjesë e mirë, këtë është koleksion dëshira është mia, po që mund shndrohet në një dokument, kjo është një proces. Këto gjëra ndodhin në mënyrë graduale, por e gjas këtu do vi ministri ajo në jashtme, unë jam i bindur që ajo do të flasë në terma miqësie, normaliteti me Maqedoninë, duke respektuar ndjeshmëritë e këtij populli i cili ka frustrime të mëdha. Më mbaj mend një intervistë që bëra Fshkovskit për Arber Xhaferin dhe i thash, pasi ai ka bërë edhe një libër në cilën flet për bashkëpunimin e çetave shqiptare me çetat maqedonase në rilindjen tonë kombëtare, që është një lloj reflektimi a posteriori, pra një nga baballarët e nacionalizmit maqedonas flet në këto terma. I thash, a je tani vetëdijshëm që ke gabuar në fillim të vitit 90 kur e ke menduar Maqedoninë si shtet vetëm të Maqedonasë, kur shqiptarët do të kishin rol dytësor. Duhet na mirë kuptosh ta, se ne ishim një popull që kishim paranoja nga të gjithë. Dikush donte të na merrte kishën, dikush donte të na merrte emrin, dikush donte që ta ndanim shtëpinë. Pra, ne duhet kemi mirë kuptim për ato që janë frikrat e një populli që ka ato veçori që ka. Por siç u thash, duhet ne të veprojmë vis-a-vis përkundrejt faktorëve të rajonal si një komp i vetëm, sepse kështu balancohemi ato që janë dobësitë tona. Ju vetë dini për shembull që Origjanski shembulli individual, po ndonjëherë shembulli individual ilustron të tërë, se si ka ndryshuar imazhi shqiptarit për shkak të shkëmbime, rritjes së shkëmbime turistike apo të një lloji tjetër të shqiptarëve me Maqedonas. Po, këtu ka pas eksponent politik që janë pjesë e qeverisë që kanë thënë që ne nuk duam dominancë nga Shqipëria, as nga Kosova, ne duam të zgjedhim vetë gjërat tona, nuk na duani ju. Tani e parafrazoj, se nuk ishte kaq direkte. Edhe këto që them unë, këto më bëjnë kështu si delezet, po nuk shqetësohem nga kjo. Domethënë, duhet përdorën interesat. Nëse nuk përdorën interesa, unë jam trampist në këtë pikpamje, duhet përdorën interesa ekonomike. Për shembull, ne në mënyrë të gabuar në ndikimin e fuqive tjera rajonale, ta zëm Greqisë, po deri diku dhe Italisë, ne kemi neglizhuar ndërtimin e korridorit 8. Korridori 8 është ai që na lidh ne me Maqedoninë, me Bullgarinë dhe është një nga korridorët më të rëndësishëm botëror. Maqedonia është një vend i rëndësishëm që ne ta neglizhojmë si kom dhe ta lëmë që këtu të jetë ndikimi serb më i fuqishëm. Ne e dimë që për shkak të bashkëtesës në Jugosllavi, këtu ndikimi kulturor apo ndikimi serb është i fuqishëm, dhe vazhdon të jetë. Unë kam hyrë në për lokale rinore këtu dhe dëgjoj se si këngëtarët pop serb janë më të dëgjuar te brezi i ri. Por ne nuk mund të dorëhiqemi nga ky vend ku 30% e popullsisë të paktën e rezidentëve apo ndoshta mbi 50% thotë se takoj me reisin, thotë që unë thotë jam thotë udhëheqësi shpirtëror, thotë i 50% banor, 50% të banorëve të Maqedonisë, ne nuk mund të sillemi domethënë që këtë vend këtu ndikimi ynë të kufizohet. Thotë këtu po citoj
po citoj një shkrim tim vllai që është fan si mathi miqësisë mes dy vende, citon Bismarckun, i cili thotë që kush sundon Maqedoninë sundon Evropën, dhe kush sundon Evropën përpasoj sundon botën. Kurse Napoleon Bonaparte ka thënë që ditën që pushtova Maqedoninë ishte dita më e lumtur jetës time. Ne nuk duam ta pushtojmë Maqedoninë. Ne duam që të ndërtojmë marrëdhënie normale, miqësore, të interesit reciprok, dhe korridori 8, por me një ndryshim të vogël, se shoh nga që është një temë shumë pasion për mua, domethënë dhe koha po kalon. Hyrja e korridorit 8 është porti i Vlorës. Porti i Vlorës duhet ndërtuar, mund të ndërtohet me një partneritet të përbashkët të dy shteteve, të kompanive të dy shteteve, sepse porti i Vlorës është hyrja më e shkurtër, më e mirë, më e thellë. 16 metra është thellësia e portit të Vlorës, ndërkohë që porti i Rotterdamit është më i cekët, porti më i madh i Evropës. Pra, ne duhet të prodhojmë interesat të përbashkët, që maqedonasit të jetojnë më mirë, që shqiptarët të jetojnë më mirë, dhe ju ilustrova se cilat janë metodat e reja, që ne të vazhdojmë të emancipohemi, të përmirësojmë statusin tonë ekonomik, kombëtar, përkundrejt këtij populli me cilën jemi të dënuar të bashkëjetojmë. Kështu që ky është dhe këtë në fund mentor Nazarko këtu përfundoi një cikël zgjedhor dhe kishte apo siç sjell cikli zgjedhor për plasje, deklarime, folën për apo leadershipet, kongreset, ndërkohë që partitë që janë në qeveri shqiptare dhe ti ke pasur lloj bashkëpunimi me ta, nuk po arrin të forcohen në një parti që ndoshta gjithë këto që ju thoni edhe në kontekstin ballkanik, po edhe në kontekst të përballjes të përditshme me qeverisjet këtu do të ishte më e fuqishme. Si e shikoni rolin e Vlenit kështu siç funksionon dhe në raport me rajonin, si një pyetje e fundit? Unë kam bashkëpunuar me të gjithë dhe vazhdoj të bashkëpunoj me të gjithë në realizim të ideve të mia dhe në realizim të avancimit të interesit kombëtar. Ju më patë që pas 23 vjetësh unë vazhdoj që të bashkëpunoj me presidentin jo thjesht më patriot, por edhe më të ditur që ka patë Shqipëria me Recep Mejdanin, me cilin kemi bashkëpunuar në kohra të rëndësishme siç ishte ajo luftës Kosovës. Dhe kam vazhduar pra prej atëherë me atë eksperiencë që krijova në avancim të interesit ton kombëtar. Sipas ideve të mia, jo sipas ideve të politikanëve. Unë nuk kam takuar, nuk kam bashkëpunuar me ta që të realizoj idetë e tyre. Po me që i nje dhe me që e komunikuar. Tash, kur shkojmë tek Vleni, po përgjigjem asimetrikisht. Shkon në Kushtetutën e Maqedonisë, ekziston Këshilli i Marrëdhënieve ndëretnike, i cili presupozohet që me atë shumicën e Badinterit të miratoj, të shqyrtoj, të propozoj ligje të bashkëpunimit ndëretnik. Pra imagjinoni që Kushtetuta e baballarëve të kombit ose të shtetit nënkupton që duhet dy etni të bashkëpunojnë. Po nëse dy etni duhet të bashkëpunojnë, pse etnia shqiptare nuk duhet të bashkëpunojë? Duhet krijuar një këshill, duhet ta marrë iniciativën një universitete në cilën politikanët shqiptar të dy krave të krijojnë një strukturë në cilën të formësojnë interesin minimal të përbashkët. Sa herë çështja e gjuhës, çështja e përfaqësimeve, duhet atje të krijojnë politikat e përbashkëta. Dhe natyrisht Vleni duhet, po kjo është prapë dëshirë, feudalët e Vlenit ndoshta do ta kenë vështirë që se nuk kanë një Skënderbej që t'i bëj bashkë si ato thuprat në atë historinë e bukur të Skënderbeut para vdekjes. Pra duhet të krijojnë një subjekt të përbashkët. Dhe nëse s'mund ta krijojnë vetë, me fuqinë e vet, duhet të ndihmojë Shqipëria. Unë mendoj që Shqipëria duhet të luajë fuqishëm. Po që Shqipëria ta luajë këtë rol fuqishëm në bashkimin e faktorit shqiptar, duhet të ketë dhe marrëdhënie miqësore me etninë tjetër. Duhet të prodhojnë interesat përbashkët, sepse askush nuk të jep ndikim
pa marrë diçka. Edhe ndërtimi i portit të Vlorës, si thash, që do t'i hapte punë kompanive maqedonase, kompanive bullgare, kompanive pse jo dhe bullgare, se është rruga, se shikoni çka ka ndodhur në Shqipëri. Shumë shqiptar, domethënë, po jo edhe maqedonas, unë intervistova edhe Lyubomir Fashkovskin, por edhe Lyupço Gjorgjevskin në një film për hapje çfarë që po bëj, mahnite me Shqipërinë, me rrugët e saj, por ama rrugët e Shqipërisë gjatë këtyre 30 vjetëve janë vetëm rrugë gjatësore. Shqipëria është e gjatë dhe shumë pak e gjerë. Ka shumë pak rrugë që lidhin këtë gjerësi. Pra portin e Vlorës që lidhin me qafthanën apo me hyrje tjetër. Prandaj duhet ndërtuar porti i Vlorës, prandaj duhet ndërtuar korridori 8, 2 kombe, 2 popull, 2 etni, gjithë Ballkani do jetë më afër. Roli faktorit shqiptar do jetë shumë më i fortë se sa më përpara. Mentor Nazarko, faleminderit shumë për këtë bisedë. Sigurisht ne mund të flasim edhe për shumë çështje të tjera, por do ta lëm me kaq dhe do lëm hapësira për takime të tjera. Ti je BBC man, edhe sa që thu Mentor Nazarko edhe më kujtohet ajo kur drejtoi ato bisedat në BBC, domethënë që duhet ta përmendesh emrin e atij bisedë. Është dikush që qaset mes bisedave, ose se di kush është ai burri që edhe të prezantojnë në breza më të rinj, që ndoshta që nuk më njohin. Që ndoshta edhe nuk ndjekin temat e tilla. Ishte kënaqësi, në një farë mënyrë vetë propozova se pasi pash emisionet e tua të bukura, domethënë, doja që të ishe te kjo tryeza jote. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë edhe prezencën edhe këtë bisedë. Të dashur ndjekës, këtu do të përmbyllim këtë podcast, sigurisht do të rikthehemi sërish bashkë në podcastin Rishtazit të radhës. Deri atëherë, mirupafshim.